Fillimisht Italia e ka shfrytzuar gujin e kuq, domethënë në vitet 30 me sa kompani të vogla, e kupton? Dhe merrin hekurin ato. Kam shkruar ditë atëherë një reportazh në gazetë, në Zëri i Popullit. Me hekurin ton prodhonim armë kundër vetvetes, hekurin. Që u çonim aty, ata ne kthenin me armë që na sulmoi Italia në 39-ën e tjerë. Minjera, me sa di unë, ka filluar nga 72 që e madhja me tërë fuqinë, e kupton, se u deshën 3-4 vjet që u ndërtua tërë ai korpus gigant aty. E kupton? Po filloi që nga vitet 69-70. Çekia filloi të hapi linjë makine dhe merrte një sasi hekuri nga Çerenaka. Hekuri ishte shumë me cilësi shumë të lartë. Aty u bën galeri shumë fantastike si kishte asnjë. Aty ishin, çfarë them unë, 100% mekanizimi. Bin kinezët tu, i tret qeveria tonë dhe sjellin një projekt, të cilin e realizuan në një kohë rekord ata. Nga vitet 70 filluan. Edhe i dhanë një hof, u kriju aty një qendër e madhe, u krijuan hotelet, mencat, e kupton? Edhe mori zhvillim të jashtëzakonshëm.